për zgjedhje që do ndryshojë vetëm neni për presidentin, ose presidentin, misionin e presidentit, nuk kem nevojë me ndryshu kompetencat, s'kem nevojë me hyjë me prish sistemin ton parlamentar, edhe të ndarjes pushteteve, po vetëm zgjedhjen e presidentit me bë direkt nga qytetarët, ashtu si ndodh me kryetarët e komunave. Periudhës fundit e kem parë një afërsi më të madhe me zonin Osmani, presidentin Osmanit juaj. Ndoshta e kam kështu si vështrim, ndoshta e kam edhe të gabuar, nuk e di nëse ka diçka në komunikim. Është situatë pak e ndihshme në Kosovë, ne nuk kemi misione tjera. Edhe nëse e dobësojmë misionin e presidentit tej mase, i bojmë sherr ekzistencës tonë. E një të kënaqur me punën e saj si presidente? Jo, ne kemi shumë vërejtje në qëndrimet e saj, unë kam shpresuar që ajo me kohë do ta ballafaqon Kurtin me drejtimin e gabuar, me agjendën e gabuar, ka pas disa raste, si rastin e herë kur ka kërcënuar për proteza, kur nuk i paguaj ke protezat e invalidëve, ka pas edhe raste tjera që ato janë të mira. Mi po komendu që ajo të shkon shumë ma direkt në esencë të asaj, se çka ka ndodhur Kosovës në udhëheqjen e Kurtit, dhe realisht jam i zgënjur me faktin që ajo nuk e ka marrë një pozicion të qartë, ballafaques me atë që e ka kriju vetë. Keni pritur të jetë më e rrept në raport me Kurtin? Mendoj që i ka bërë Kosovës presidentja me e ballafaqu Kurtin, me të këqija që bëja bë Kosovës, është dhe krijuese e tij. Se ka qenë barë që e listës ti, është partnere e koalicionit atëhershëm, edhe i ka taku edhe ja ka bërë zhvenit me ballafaqu me pasoja që ja ka bërë venit. A këja, subjekti juaj që ju e drejtoni, njihet për shtrirjen horizontale më shumë se sa vertikale, pra në raportin e komunave, ne jemi në vit zgjedhor dhe po bëhemi gati për zgjedhjet lokale, ndoshta pas 6 muajve nëse presidenti ja vendos natyrisht në bazë të kompetencave të saj dhe afateve ligjore. Është bërë gati aleanca për zgjedhjet lokale dhe a do të garoj me kryetarët aktual, të cilët i ka shembull në Gjakov, në Suharek, në Klin, në Rahovec, në Deçan, me të gjithë të njëjtit? Dikun si mandat nga data në datë, dikun rreth 18 nëntor është data kur përmbyllet mandati ekzistuesi kryetarëve aktual të komunave në gjithë vendin. Pra mund të jetë orientimisht 18, 19, 20 aty pare, ose kurdo që presidentja pas konsultimit me partitë politike i shpas zgjedhjet. Ne kemi pas nderin, të shërbejmë qytetarëve në disa komuna, edhe atë unë besoj me respektin më të madh kryetarët e komunave, njerëzit që kanë marrë pjesë në proces të shërbimit ndaj qytetarëve kanë bërë me nderin më të madh, me përgjegjësinë më të madhe, ku edhe me një cilësi të mirë, të pranuar nga qytetarët, po edhe nga shumë palë tjera, të vlerësuar edhe në planin e transparencës, planin e qeverisjes mirë. Edhe kemi nderin të vazhdojmë me garu në Gjakov, me kryetarin Ardian Gjini, në Rahovec, me kryetarin Smajl Latifi, në Suarek, me kryetarin Bali Muharremaj, në Klin, me kryetarin Zenun Elezi, në Deçan, me kryetarin Bashkim Ramosa, po ashtu ne shpresojmë shumë që do ta fitojmë të drejten me ju shërby qytetarëve edhe në disa komuna tjera, ne dikur kemi udhëheqë edhe me Jonikun, shpresojmë që do të na japin qytetarët drejten me shërby qytetarëve të Jonikut në konceptet tona zhvillimore, të Pejës, të shumë komunave tjera në nivel të vendit, pra që të mos bëj diskriminim veç regional, edhe jemi të interesuar se ne që shëdini dhe bashkëqeverisim disa komuna, për shembull Ferizaj, kryetari i asamblesë është i aleancës, bashkëqeverisim me Gjavizariqi, bashkëqeverisim Dega jon me Agim Aleun, ka dhe komuna tjera plot bashkëqeverisje, pa shpresojmë që qytetarët do të na japin mundësinë me ju shërbyje me një qeverisje të mirë. Thatë se nuk jeni të interesuar, nuk jeni në garë për president, nuk jeni në garë për kryeministër, a jeni të interesuar të vazhdoni edhe më tutje zoti Haradinaj si kryetar i Aleancës për Armërinë e Kosovës, apo do t'i alëshoni rendin dikuj tjetër si pyetje e fundit në këtë intervistë? Të këto postet institucionale,
unë nuk i iki përgjithësisë, se po ndëgjoj plot që po hojnë s'ka gatishmëri, unë i kisha marrë përgjithësitë edhe sot kryetarit qeverisë.